Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar organizatorë të këtij eventi të mrekullueshëm, shumë të respektuar panelist, vëllezër dhe motra. Kam kënaqësinë që të ndaj sot kohën me ju në këtë ngjarje me vlerë të veçantë. Do doja t'i uroj organizatorët për këtë punë të shkëlqyer që kanë bërë dhe ta lut Allahun që t'i shpërblej siç ai di dhe ka mundësi. Çështja e mbulesës së femrës muslimane vazhdon të jetë një ndër debatet më të nxehta fetare. Përtej trajtimit si një fenomen kinse i dhunës ndaj femrës, debati ka marrë edhe për masa doktrinare. Më saktësisht, është marrë guzim që larg çdo kriteri shkencor e duke shpërfillur çdo kontekst të mundshëm, të interpretohen tekstet kuranore për mbulesën dhe të nxirren përfundimet të gabuara e tendencioze. Synimet, siç mund shihet qartë, janë që duke përjashtuar Kur'anin si burim dhe referencë për mbulesën, kjo e fundit ta humb legjitimitetin e saj. Vëllimi i madh i propagandës është bërë e bëhet kundër mbulesës ka për qëllim injektimin e dyshimeve në komunitetin musliman, e veçmas në mesin e femrave se kinse feja na paska shkelur të drejtat e femrës dhe se e paska shtypur atë. Cila është e vërteta e Islamit përkitazi me femrën dhe të drejtat e saj? Islami e ka shtypur femrën apo ja ka rikthyer dinjitetin asaj? Cila është filozofia e mbulesës së femrës në Islam? A është shtypje e represion apo është nderim dhe vlerësim? Në kontekstin historik, roli që Islami ka luajtur sa i përket të drejtave të femrës është revolucionar dhe ky konstatim nuk është as pak i egzageruar. Në regjistrimin historik që Kur'ani i ka bërë padrejtësive ndaj femrës në shoqërinë arabe para islame, janë përshkruar rastet më makabre dhe më njerëzore që janë bërë ndaj saj. Ajo është varrosur duke qenë gjallë për faktin se është parë pa vlerë, është parë barë dhe turp familjar. E nëse ka mbetur gjallë, asaj i janë mohuar të drejtat, e veçmas e drejta në trashëgimi dhe në pronësim. Këtë periudhë Kur'ani e ka regjistruar si periudha e ignorancës, xahelietit, dhe edhe pse ne kemi të bëjmë me një komunitet idhujtar, siç kanë qenë arabët në periudhën paraislamike, gjendja nuk ka qenë hiç më mirë edhe në komunitetet me bazament fetar, siç ka qenë ai i krishter dhe hebrej. Marrë parasysh këtë, ndryshimet që i ka bërë Islami sa i përket femrës dhe të drejtave të saj janë nismëtare. Gustav Le Bon, duke veçuar këtë rol të Islamit, ka thënë kësaj: meritat e Islamit për femrën nuk janë thjesht në ngritjen e saj, jo, duhet shtuar se Islami është feja e parë që ka bërë këtë. Prandaj edhe them se këto të drejta janë revolucionare. Para se të kaloj tek çështja e mbulesës, do doja të sjell prova për bazat mbi të cilat Islami e ka ndërtuar respektin për femrën në të tri etapet e jetës së saj, si vajzë, si bashkëshorte dhe si nën. Si vajzë, Islami kërkon që mashkulli të mos favorizohet ndaj femrës. Në hadith të saktë, të shënuar në koleksionin e Imam Ahmedit dhe të përcjell nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbasi, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë kësaj: Allahu do ta fut në xhennet baban që kur Zoti i ia fal një vajzë, ai nuk e mbyt, nuk e përbuz dhe nuk e favorizon djalin ndaj saj. Si grua bashkëshorte, misjelljen ndaj saj, profeti Muhammed e ka bërë matës dhe tregues të vlerave fetare. Më i miri për jush është më i miri me gruan e tij. Pra, ai që ka sjelljen më të mirë me gruan, ai ka dhe fetarin më të madhe. Si nën, siç e dini, e ka veçuar si njeriu që absolutisht pas Zotit
dhe dërguarit të tij e meriton respektin më të madh. Prandaj, nëse i marrim parasysh këto, e kuptojmë se akuzimi i Islamit për kinse dhunë ndaj femrës është dhunë mbi dhunë dhe gënjeshtër që kundërmon. Para se të flas për mbulesën dhe mënyrën se si Islami ka ndërtuar konceptin e tij për të, do doja të përmend një detaj historik, se mbulesa nuk është risi e shariatit islam. Në dhjetën e vjetër dhe në dhjetën e re përmendet mbulesa. Pra, edhe para se të shpallej Kur'anin, mbulesa ishte mësim fetar që predikohej gjithandej shoqërive fetare. Sigurisht se në islam mbulesa është koncept më vetëm, siç edhe do të shpjegojmë, por e rëndësishme këtu është që të kuptohet ky detaj historik. Tani, më lejoni që të shpalos para jush konceptin islam për mbulesën. Mbulesa e femrës është e lidhësuar me ajete dhe me hadithe. Në kapitullin Ahzab, në ajetin e 59, Allahu urdhëron e thot: Ja ejuhen nebiju kulli ezwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minina, yudnina alejhinne min gjelabibihin, dhalike edna an yu'rafna fala yu'dhain. O profet, thuaj u grave dhe vajzave tua, si dhe grave të besimtarve, që të vënë mbulesën e tyre për rreth trupit. Kjo është më përshtatshme që ato të njihen e të mos ngacmohen nga të tjerët. Po kështu Zoti thot: Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Thuaj ju besimtarëve që të ruajnë shikimin e tyre, të ruajnë nderin dhe të mos i shfaqin storit e tyre, përveç atyre që janë të dukshme, le t'i mbulojnë karaharorët me mbulesat e tyre. Këto ajete kanë një rëndësi të madhe, për shkak se krahas aspektit teorik, ato ofrojnë edhe dëshmi historike për mbulesën. Në Sahihun e Buhariut dhe në Sunenin e Ebu Davudit, nga dy nënat e besimtarve, nga Aisha dhe nga Ummu Seleme, është vërtetuar se me rastin e shpalljes së këtyre dy ajeteve, gratë besimtare kanë marrë rroba dhe kanë mbuluar veten e tyre, që nënkupton se interpretimi i këtyre ajeteve bëhet pikërisht për mbulesën. Mirë po, nëse ne referohemi teksteve që vetë situam, mbulesën e gjejmë në kuptim të përgjithshëm si diçka e natyrshme tek njeriu. Allahu i madhruar ka përmendur në Kur'anin famëmadh rastin e Ademit dhe Havas. Ka përmendur po kështu edhe mëkatin e parë që është bërë dhe me rastin e atij mëkati si pasojë, si ndëshkim janë zhveshur. Pastaj siç përmendet në Kur'an, wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna, Ademi dhe Havaja kanë filluar që të marrin gjethe nga pemët e xhenetit dhe ta mbulojnë veten e tyre. Që nënkupton se mbulesa është një natyrshmëri dhe jo vetëm. Ne në tekstet të cilat I lexuam, gjejmë edhe detaje tjera që mbulesën e përshkruajnë përtej një rrobe fetare, përtej një mbulese edhe si një identitet. Për shembull, në ajetin që ne lexuam, Zoti thot: "Dhalike adna an yu'rafna fala yu'dhain." Le të vënë mbulesën sepse kjo është më e përshtatshme që ato të njihen. Kjo tregon se mbulesa është përkatësi dhe identitet. Dhe se femra muslimane, siç ka shënuar interpretuesi I madh I Kur'anit Ibn Kathiri, dallon me mbulesën nga femrat tjera. Këtë e gjejmë po kështu edhe në ajetin 33 të kapitullin Ahzab, ku gruas muslimane I bëhet thirrje që të dallojnë nga gratë e periudhës paraislamike dhe praktikat e shëmtuara të tyre të daljes nga shtëpia me rroba të papërshtatshme. Referuar ajetit të mësipërm, cilin sapo e lexuam, disa dietar kanë nxjerrë një përfundim të jetë interesant. Kanë thënë se mbulesa në fakt është tregues edhe I statusit shoqëror të një gruaje. Me urdhrim për mbulesë janë dalluar gratë e lira,
pra ato që kanë gëzuar një tretman të veçantë në shoqëri që nuk kanë qenë robresha. Rëndësia e këtij interpretimi qëndron në faktin se hijabi nuk shihet si shtypje e represion, siç provohet të prezantohet, por si tregues i lirisë. Po kështu, referuar ajetit që ne cituam, është se gratë që kanë qenë të mbuluara janë njohur për statusin e tyre shoqëror dhe moral prishurit nuk kanë marrë guximin që t'i ngacmojnë. Kjo tregon se mbulesa është mburoje moralit dhe nderit dhe se një femër e mbuluar është më pak e ekspozuar ndaj ngacmimeve seksuale se një femër tjetër. Siç edhe përmendëm më parë, në qarqe laike dhe jo islame, mbulesa shihet si provë e dhunës dhe padrejtisë ndaj femrës. Por cila është e vërteta? A e ka penguar mbulesa femrën muslimane të avansoj? Si mund thuhet kjo kur ne kemi shembuj pikërisht nga brezat e parë e më saktë nga shtëpia profetike për dijen e madhe të femrës? Kush mund krahasoj me zonjën Aishe, me nënën Aishe dhe diturinë e saj? Ibn Kathiri, duke folur për të, ka thënë: në asnjë popull nuk ka një grua të ngjashme me Aishën. Dhe Hebiu është një prej atyre autorëve më të mëdhenj të muslimanëve që ka një vepër të jashtëzakonshme, një enciklopedi biografike, ka thënë: nuk di për ndonjë grua, jo vetëm nga mesi muslimanëve, por i tërë njerëzimit që ka qenë më e ditur se sa Aisha. Dietarët e mëdhenj nuk kanë përtuar që në biografitë, në CV-të e tyre, të shkruajnë edhe për të graprit të cilave të kanë mësuar. Për shembull, në Medinë kanë qenë të njohur në brezin e dytë pas sahabeve, kanë qenë të njohur 7 dietar që janë dalluar si 7 juristët e Medinës. Të 7 këta dietar kanë marrë mësim nga Aisha, nga Seleme dhe nga Esma. Esma është motra e Aishës, përndryshe vajza e Ebu Bekrit, Allah qoftë i kënaqur me të. Ibn Hajar al-Asqalani, që është komentuesi më i madh i veprës së Buhariut, ka shkruar biografit e 54 grave prej të cilave ka mësuar. Sehaviu ka mësuar prej 85 grave, ndërsa Sujuti, të tregta kanë qenë erudit, ka përmendur 44 grave prej të cilave ka marrë mësim. Tani që mësuam për mbulesën, normën dhe vërsitë e saj, tani që kuptuam se mbulesa nuk është pengesë por siguri, na mbetet të pyesim për gjendjen e femrës sot dhe pasojat që rrezikojnë civilizimin njerëzor. Në një studim cilin UNICEF ka publikuar në tetor të vitit 2024, janë plot 370 milion femra dhe gra të cilat janë ekspozuar ngacmimeve seksuale dhe rrëmbimit para moshës 18 vjeçare. Janë 370 milion vajza dhe gra që janë ekspozuar dhunës seksuale. Sipas një raporti të publikuar nga Ministria e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo e 6-ta femër është e kidnapuar ose është bërë përpjekje që të kidnapohet. Në Francë, ndërmjet viteve 2016 dhe 2024, përqindja e ngacmimeve seksuale vetëm në transportin publik është rritur për 86%. Pra, një botë gjithnjë më e pasigurt, sigurisht edhe për shkak të koncepteve të gabuara për nderin dhe ruajtjen e tij. Hijabi nuk është thjesht mbulesë, është identitet dhe përkatësi. Është mburoj ndaj ngacmimeve të moral prishurve. Hijabi nuk është pengesë për dijen dhe avansimin. Fatbarësisht, sot kemi shembuj të motrave tona shqiptare që na bëjnë krenar gjithandej globit, cilat janë të angazhuara qoftë në politikë, qoftë në hulumtime shkencore, qoftë në kompani teje të mëdha, kompani globale. Prandaj mund të themi se ato bindjet e gabuara se kinse hijabi shamia e pengon një grua nga zhvillimi janë paragjykime dhe asgjë tjetër. Edhe njëherë
ju lutem për këtë organizim dhe lut Zotin që të keni sukses gjithmonë. Ju falenderoj për vëmendjen. Falenderojmë profesor Sedatin për këtë elaborim të bukur në këtë spektër të gjerë. Vazhdojmë tek panelistja e tretë, zonja Labinota Demi Murtezi, e cila është deputete në Kuvendin e Republikës së Kosovës, me një përvojë të konsoliduar në jetën institucionale